për studentët të cilët të kuptojnë fillimisht çfarë do të thotë inteligjenca artificiale. Në vitin e dytë do të fillojnë në pjesën do të avancohen në zhvillimin e këtyre platformave. Duke pas parasysh se ne si fakultet kemi marrëveshje me shumë kompani vendore, ne kemi marrë inputet të përgjithshme dhe shumë specifike për kërkesat që ata kanë dhe çka pritet të ketë trend në vazhdim në inteligjencën artificiale. Pjesa e praktikës në kolegjin AB është organizuar shumë mirë. Ne kemi kabinetet të cilat janë me të vërtet shumë moderne dhe janë me teknologjinë më moderne, muna me thonë. Kena një zyre që merret me orientimin e studentëve për zhvillimin e praktikës, veç se kemi edhe një pjesë të brendshme ku vinë ekspertë të industrisë, ku studentët do të ballafaqohen me kërkesa që vinë të tregut në zhvillimin e këtyre platformave ose aplikacioneve që si quajmë aplikacione të mençura, dhe kërkesa do të vinë direkt nga industria, nga ekspertë të jashtëm. Ne si fakultet kemi takime shumë të shpeshta me pjesën e industrisë, ku marrim inpute dhe shikojmë trendet se si me kanë në zhvillim e sipër. Për herë të parë këtë vit do fillojmë edhe me programin programimi lojrave kompjuterike, i cili është një program gjithashtu shumë inovativ. Ky program, si çdo program tjetër që zhvillohet brenda Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, është një program progresiv, ku fillohet me pjesën bazike deri në arritjen e qëllimit final që mjaftësu studentët që me kanë në fund të studimeve me kanë konkurrent në treg. Kur flasim për industrinë e lojrave, flasim për një industri që gjeneron në vitin 2023 ka gjeneruar të ardhra për 184 miliard dollarësh. Në vitin e kaluar i ka 187 miliard, është në rritje të vazhdueshme, edhe është në program i cili fillimisht do t'i aftësoj studentët me konceptet bazike, me zhvillimin e lojrave 2D dhe 3D, do zhvillohen lojra në Unity, që është një search engine shumë i fuqishëm, do të kemi storytelling, po është një program në të cilin do të kombinohet shumë teknologjia edhe kreativiteti, për me dalë diçka e bukur në fund. Tani, për mua janë këto shumë abstrakte, po për të rinjet janë shumë konkrete, e kam parasysh. Tani, këtë synoni ju ti përthithni si student. Ata cilët kanë njohuri për programimin, për teknologjin, apo mund të vinë edhe në zonë cilët nuk është domosdoshme t'i kenë shumë thelluara njohurit për programim, për aspektet tilla. Okej, një pyetje me të vërtet shumë e mirë se bëhet shumë shpesh. Programet kur ndërtohen, gjithmonë llogaritet që studenti nuk ka njohurit bazike që janë të nevojshme. Pra niset nga një pikë ku thuhet që studenti nuk ka njohuri në këtë fushë. Për këtë arsye na ishim pak a shumë programe progresive, të cilat gjithmonë fillojnë me konceptet bazike dhe vazhdojnë të zhvillohet që studenti me qenë kompetent për pikat të caktuara që planifikohen në secilin program. Mjafton pasioni edhe puna, që me qenë shumë konsistent, se me të vërtet është një profesion që kërkon shumë konsistencë, se shohim ndryshimet vazhdueshme që ndodhin shumë shpesh, edhe do të kërkon një punë shumë të vazhdueshme, edhe pa pasion është shumë problem me bë. Okej. Do me thonë të gjithë mund të vinë dhe të aplikojnë. Nuk është që kërkon një përgatitje paraprake shumë specifike. Jo, nuk kërkon një përgatitje shumë specifike. Po pasi e përfundojnë këtë fakultet, çka punojnë? Ku punojnë? Çfarë profesione, çka i thonë vetës? Çfarë profesioni kanë këta studentë? Ne si shkenca kompjuterike, si fakulteti shkencave kompjuterike, aktualisht jemi me 5 programe dhe me 2 të reja i bëjmë 7. 7 programe? 7 programe që i kemi 6